kështu që Zotit që jetë i kalova. Këto komentet ose mesazhet ose çka flasin njerëzit, thjesht nuk mirëna me atë pjesë heq. Se normal kur komendu me qenë pjesë e një showbizit, duhesh më përballë edhe me të këqijat edhe me të mirat, edhe jam tep që i te i kaloj, po nashta unë mendoj që i te i kaloj, po nashta ajo pak edhe që ajo pak më ka ndiku gradualisht një kohë gjatë 20 vjeçare të karrierës teme, edhe që thojnë si diçka kur nuk e vren që të vjen, shpërthen dikon. Edhe unë mendoj që më ka shpërthy pak mrena, kështu jam konë në gjendje jo të mirë, mu kanë mbledh krej që thojnë. Edhe që ajo, po kështu që Zotit që jetë i kalova. Ma shumë po kujdesna për familjen, për fëmijët, jam lidh shumë këtë kohë, edhe normal është një periudhë ku ju duhet shumë që kjo kohë, vajzën e kam 9 vjeçare, ka nevojë për mu, që ajo është pjesa ma e rëndësishme për mu për momentin. Po, edhe të madhen? Edhe të madhen, 22 vjetë e kam të madhen. Dhe tani... Ajo pak u rritë... Po gjatë diferencë në vete të dyja, kështu që... është u rritë edhe edhin, është ma ndryshe, normal. Si po i përballon gjitha këto, po themi ndoshta edhe skandalet edhe gjitha situatat që ndodhin rreth nënës saj? Vajza më mendon. Mendoj që kjo e vogla pak ma shumë është tep ma i ndishëm. Kjo e madhja i ka te kalu mirë, jo na i sen kështu. Po e vogla është pak ma temperament, ajo edhe i merë dhe është pak gjeloze, është tep ma ndryshe. Po, a të kanë ngjahe që fjolla? A kanë dëshirë të merren me botën e medias, me skenën, muzikën, artin në përgjithësi? Allaja ka dëshirë më marrë me muzikë, me art. A Lediana jo, se ajo e ka zgjedhë mjekësinë, edhe u përshëndru në atë pjesën e së. Në atë pjesën tjetër, komplet shkëputur nga bota e artit. Po gjithsesi, çfarë këshilla ju ke dhënë? Këshilla jetësore do thoja unë, ndoshta. Bazuar ndoshta edhe nga eksperiencat, sidomos për këtë të voglën me qenë se pas ka zgjedhur një farë mënyre, pas ka shprehur dëshirë me u marrë me muzikën dhe me botën e medias. Po, është tep ma ndryshe ajo, po ka dëshirë me u marrë me muzikë, edhe e di që kur të rritet ko mu marrën, se është... E ka krytë forta, a? Po, krytë që ashtu. Madhja jo, ajo ma shumë. Nuk është që jam konë tep që, po mune mendoj që fëmija lindë vetë. Ata fëmi që janë vetë, dyqysh janë të mësumë, janë të marumë që ashtot, nuk i nevoj shumë e punu me sa. Me të madhen nuk unë pas nevoj shumë e punu, normal edhe gjyshrit kanë ndimun këtë pjesë. Nuk është që kom punu shumë, po janë vetë tipat e fëmive që s'kom pas nevoj, janë shumë dëgjushme, janë shumë të mira, vetë e kanë tipin që ashtot. Dhe s'kom pas problemu, kom fati jemi ajo. Po. Edhe normal, familja rrethim kanë ndimu për kujdese, se s'kisha mujtë më marra sone me muzikë, se është këgja problem. është një përgjithësi e dy fish në pas kur t'je edhe në anë.